feja islame është fe e natyrës së shëndosh të njeriut. Do natyra e njeriut përputhet 100% me porositë islame. Merë një njeri, largoje për civilizimeve, që e në gjungull, mos këtë kontakt me ku një farë civilizimi, dhe me ku një farë do më thonë orientimi, apo mendimi, apo filozofie, dhe ofreja fejnë islame. A i me automatizëm ka me e thith, ka me morë. Pse? Se natyra ti e pastër përputhet 100% me porositë e fejës islame. Edhe këta janë eksperimente që filozofët i kanë bën të kalumen, edhe do thot filozofia e Robinson Crusoe, do të thonë që përdoret në filozofinë perëndimore, është kopjem i asaj që kanë bën filozofët muslimanë, sikur se është Ibn Tufejli në librin e tij Hay ibn Yaqdhan, i gjalli i birit të zgjuarit, që ka përmend një teori të ngjashme, edhe pastaj këta jo muslimanët e kanë marrë dhe e kanë bërë teori, domethënë, të vetën. Se njeriu nëse lihet në xhungull, pa kuni fa ndikimi dhe i ofrohet Islami me automatizëm e thith, apo nëse edhe si ofrohet Islami me automatizëm ka marrë në konstatim dhe konkluz se duhet me besu Allahu një vetëm dhe askën tjetër përveç tij subhanahu wa taala. Pra është Islami fe e natyrshmërisë. Dhe për këtë shkak një pjesë e madhe e perëndimorëve kur e hulumtojnë vërtetën vinë në pranimin e Islamit. Pse se Islami përputhet me atë që e kërkon natyra e shëndosh e njeriut.